Besoj i keni pak të kohët e fundit që si kam pas shumë mirë muhabetet me dronat, i kam përplas, i kam shpërthyer, edhe gjitha këto kanë ndodhur sepse s'di me i dhonë plak, është e lehtë fort. Dhe pse Hover Air është një dron kaq i vogël, super i menaxhueshëm dhe super i kontrollueshëm, ju ndjek në çdo vend që të shkoni, ju bën cinematic shots e tjera, unë prapë s'di me i dhonë edhe çfarë është sfida për sot. Për 24 orë në vazhdim do mësoj t'i jap këtij droni duke plotësuar 3 sfida ekstreme. Sfida e parë ekstreme që nuk është shumë ekstreme, po që po e quajmë ekstreme, nuk e di pse. Do e parkojmë aty, se ja për shembull nëse vi unë deri këtu, bie droni opa, bie në televizor. Nuk është se ka fajin droni, ky është super dron, po e kam fajin unë, koka ime plak. Pra ky droni është më i zgjuar se unë. Misioni i dytë, do shkojmë në një vend hapur dhe do e fluturojmë dronin sa më lart jetë e mundur. Shkoj në Isor, në Larask aty ose në Zog TB. S'kam çfarë më i bë pas ajo plak, se shtoj dot. Dhe misioni i tretë, do e fluturoj sipër liçenit artificial. Pra si për ujtit plak. Kjo është akoma më e frikshme, o lale. Qa e bën me ekstreme këtë sfidë është se ky dron kushton 700 euro dhe merra plak na bot dom. Nga ana tjetër, kompania Hover Air më ka thënë se nëse i plotësoj këtë misione për 24 orë, ata do m'japin një shumë parash, nuk kam iden fare se sa do m'japin. Se pa unë bërko, po ju them, shihni këtë video deri në fund, bëni na like, bëni na subscribe, na bëni follow në Instagram dhe në TikTok që t'i rrisim dhe këto accountet sepse janë accountet e reja. Dhe pa unë bërko, le të vazhdojmë me videon. Shihni deri në fund, Dalë t'i bëjmë ca prova herë para se të parkojmë dronin atje se, si që thash, jo po PlayStation, jo po televizori. Okej, ndezëm dronin duke e majtë shtypur këtu. Tu kemi joystickun edhe controllerin, ta kontrolloni dhe pa këtë, do më thënë vetëm me tek dorë. Jo aq larg, me qetësi. Okej, ky është droni, nuk i di angjojmë aty, që sa i shpejt është o plak. E kam se... Okej, do e bëjmë dhe i provë, do e fluturojmë i qik dhe do e parkoj fix tu plak, okej? Le të vazhdojmë. Opa. Okej, po e fluturoj. E çova në përshpi për zotin. Kalova kamerën. Okej, tani po e parkojmë. O lale, okej, tani do iki të provoj misionin e parë. Ka ardhur momenti kulminant plaka, do e parkoj aty duke kryer sfidën e parë, edhe një hap më afër çmimit. Nuk e di sa do më japin, po që okej, inshallah, merr kthesën tani. Nuk e di, a duket aty? Edhe nuk e di, ngjojmë aty sepse po ngjohet edhe droni, Prit, tani marrim kthesën. Dal. Jo këne. Jo, prish që do e parkoj. Do e parkoj kështu ndrysh o plak. Dal, mirë e kisha. Sikur jam të fut në makinë. Okej, kujdes, aman televizorin. Aman kujdes televizorin dhe PlayStationin. O të mpa mami me nerva plak. Ulu. O lale, sa nish jam për zotin o plak. Misioni i parë u krye me sukses. Le të gjejmë vendin e hapur tani dhe të bëjmë misionin e dytë. Okej, tani kemi ardhur te liçeni dhe jemi me këtë dronin bomb, domethënë nuk është se shpërthen, po që është super fare, a kupto? Edhe shpërthen plak, nëse bëjmë ne gabim edhe mund të shpërthej, kështu që siç e shihni droni deri tash po karikohesh sepse kemi te ky power bank, nuk e di a duket aty. Këtë japim kameramanes. Që të bomër plak. Keni parasysh do e çojmë super lart fare dhe do e ulim prap ke dora ime. Nuk e di a është e mundur, jo, se di si do e kontrolloj, prit se ndaloj, prit o plak. Do e çojmë sipër dronin. Bësh ta prova këtu herë para se ta zhursh sipër apo ç'e desha? Lale. Prit se, ç'është të bëj? Ç'të bëj më? Po tani po pse po rri ashtu ti? Duaj që ta vish ta sillesh për këtu pra. Burrash, ta sillim ta si. Nuk e di, duhet me bërtiti çik se s'ngjojmë aty. Tu lodhën dur. Dal, osa budall jam. Jam pak budall, dal. Mos e lëviz, se besoj duhet ulet vet. Ja, ul vet. Sa nish jam o plak, Recording, shifeni sa sipër do e çoj plak. Po e çoj ekstremisht lart, po e çoj ekstrem lart. Do shihni tani për pak gjithë liçenin. Me siguri imagjino të na ngeli droni atje, o plak. O plak? E kam seriozisht. Sa lart ka shku, o plak, duket krejt liçeni. Prit? Ku është? Ku jemi? Vlla, shif sa lart është, o plak. Prit? Shife me sjolla, se mund na i bine i zog. Imagjino të shikoj na i zog, o plak. Sa lart qeka me rëp shpije. Dal? Iga unë. Imagjino të ngeli droni atje, qa bon po ngeli droni atje? Binto, kur t'i
bateria. Lale, është që ke shtrenjtë si dronë, nuk janë ato të nga temo. O lale, besoj se jeni tu e pa dhe ju footage, po shifeni. Shifeni si e shoh unë, o plak. What? Reconnecting! Reconnecting! Me rëpsh! Ra! Për zotin se kontrolli dot! Wow! Qa është të nëllë? Për zotin iku! Është ra. O, tu ullë vetë në duket. Po. E ka për të unë të kështu. Iku lidhja, o plak, nga që ishim shumë lartë, ana e gjë e tillë, nuk e di pse, ndoshta s'ka karikim kjo, po që me rop shtëpia, disa jam tren. Okej, jemi 6-7 metra. Shifeni vendin tash. Shifeni vendin. Po ulet droni, vendose platformën ose jo pritse, do i çika sa të vija ajo. Nuk e di si do e fluturojmë dronin sipër liçenit pasaj, plak, e kam seriozisht. Si për kokës tate? Siç e pam, ja, ky ishte i gjithë liçeni. Prit. Okej, tash po mundohem ta ul ta çoj te platforma. Prit, ku jemi ne o plak? Prit. Ja ku jemi ne aty poshtë. Për pak po e plotësojmë misionin e dytë, po. Nuk e di si do ja bëjmë pasaj që do e fluturojmë dronin sipër liçenit me na ra në liçen, nuk e kena punë të mirë. Sepse një, nuk e marrim dot dronin mo, dy, edhe po e morëm nuk bë më droni. Po plak, ne të fol droni tunet atje prit. Prit. Prit, a duke mund? Prit se po e afroj, prit. Te veni i parkimit. Bravo. O, mos e luj, o plak. What the... Ue, nëse misioni quhet i kryer edhe pse Jo, nuk quhet i kryer, do ta bësh edhe një herë. Pa, i ka në emër bespreme, na doli bashkëpunëtorja çik bespreme edhe... Ky gënjen sa... Okej, tani jemi përballë liçenit plak edhe do fluturoj dronin sipër ujtit. Është çik e frikshme se më na ra droni 700 eurosh në ujë. Ato 700 eurosh shumëzohen me 0. A je gati dron? A thuash gati droni? Që ishte kjo miza? What the f... E kam seriozisht, më na vjen ai shpend, ai krokodil. 95% jemi fix plak, edhe ku do e parkojmë, do thoni ju, do e parkojmë aty. Që ka çik shtrëmta, e derregullosh çik. Edhe kjo natë me harem, këtu tek. Okej, dronin e kemi parkuar aty, shpresoj të duket në kamerë. Shpresoj se duket apo jo. Edhe do e fluturojmë sipër ujtit, sipër liçenit, domethënë, shpresoj mos na bjeri. Se po na ra, s'është gjë mirë fare, ëh. E na gati o plak, e kam seriozisht. Okej, po e filloj. Opa, me shqetësi. Shifa, ka naj zog para se ta çoj sipër o plak. A ka naj zog? Opa. O lale. A ka naj zog, olla, se na fiku dirën. Jam mun liçen. Është mun liçen o plak. O, të ra poshtë? Jo. O, zot, unë tension këtu. O, sa më katërën, prit. Jena sipër liçenit, prit. Erdhën qen. E kam seriozisht. Po çe lidhje ka? Jena sipër liçenit, për atë zot jena sipër liçenit. O lale. Çike dy zogj, po. Po vin zogj? Po, thëshë? Prit, po e tregoj krejt liçenin, avash. Erdhi qeni. Shife. Po ik morlla, prit, tash do e parkojmë prap. O vlla, shife ku është droni. Jo, nuk e shihni, domethënë, po e shihni pamjen. Shife sa lart e kam çuar sipër ujtit. Është sipër ujtit o vlla. O plak, sa frik me rop shtëpie. O sa frik me rop shtëpie o plak. O sa frik me rop shtëpie dal. Imagjino të bi. Okej, besoj se misioni u kry. Është kry misioni. Do e sill prap poshtë. Hec. Hajde shpejt. O zogu. Bërtitja ti zogu o plak. Dal me qetësi. Kujdes aty burrit se i ram kokë po dashi. Me qetësi. Plak. Lale. Ja kam dhi racën, ha? Më në fund erdha në shtëpi plak, jam super shumë i lodhur, por që të paktën kena mësu me i dhënë dronit, kena fitu dhe sfidën edhe kompania më dha 600 euro plak. Fitoria është e bukur plak, jam super shumë i gëzum. Shpresoj të ketë pëlqyer kjo video, nëse ka pëlqyer kjo video, bëni sa më shumë like, sa më shumë subscribe dhe shihemi videon tjetër.